Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi i diel 30 mars 2025. Dashi. Lëreni mënjan dyshimet dhe pakënaqësi. Mos të ndërlikoni jetën tuaj duke kërkuar në dikë tjetër atë që nuk e gjeni në personin e të gjitha kohërave. Demi. Në dashuri nuk ka qetësi, ka të ngjarë që të jeni kundër dikujt ose të jetoni në dashuri me një njeri shumë të largët ose të vështirë ose të lidhur, maturi. Binjaket. Nuk dukesh në formë perfekte, gjithçka po ju lodhe. Në dashuri ka nevojë për më shumë bashkëpunim. Gaforia. Ne nuk e diskutojmë vullnetin tënd, dëshirën tënde për të bërë, por duket se lodhja është e tepërt. Sot për shembull nuk është e lehtë të mbash gjithçka që ke në mendje. Luani. Her pas here ndjeni një lodhje të fortë të rritet. Dashuria lë pak për të dëshiruar, shpresoj që të kesh kohë për të dashuruar, por duket se je në një lloj dëshire të paksuar. Virgjeresha. Ka pak tension në ajër, ka të ngjarë që edhe ato që dukeshin të vjetruara të kthehen. Tani jeni elektrike. Peshorja. Ju jeni shumë të zënë me gjërat që bëni, jo vetëm sepse besoni në të, por edhe sepse jeni një perfeksionist. Jeni të ekuilibruar në marrëdhënie, dashuria mund të jetë protagoniste. Akrepi. Sot rekomandoj të bëni vetëm atë që është rreptësisht e nevojshme. Ambicie të shpërblyera dhe lajme të mira, marrëveshje ose kompani të reja, ide. Shigjetari. Tensionet e vetme që shoh në këtë periudhë janë emocionale, mos mendoni shumë për të kaluarën. Ju keni të dhëna që ju bëjnë të kuptoni se kujtimet e një përvoje negative në lidhje me të kaluarën ende qëndrojnë mbi mendjen tuaj. Koha e mirë për ata që bëjnë zgjedhje. Britsjapi. Nëse rruga është me gunga, do të jetë më e vështirë të arrish në vendin tënd me qetësi. Një përmirësim i bukur në dashuri do t'ju ndihmojë të pajtoheni me partnerin dhe mbi të gjitha me veten. Ujori. Një periudhë e pikave, ndoshta jo krejt ajo që keni shpresuar të arrini, por diçka po aq fitimprurse. Dashuria intensive, ajo mund të rilindë nëse ka pasur një krizë në të kaluarën. Peshqit. Nëse jeni beqar, situata është e favorizuar, ata që nuk e gjejnë dashurinë janë vetëm sepse kanë frikë të përfshihen. Një njeri i jashtëzakonshëm i besuar mund të jetë një virgjëresh që do të jetë në gjendje t'ju këshillojë më së miri. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Së shpejti.